Arkivi Apostolik i Vatikanit dhe Dioqeza Shqiptare ishte tema e konferencës shkencore të organizuar nga Seminari Ndërdioqezian Shqiptar në Shkodër. Bulimi i identitetit kombëtar dhe kishtar është një nga qëllimet e këtij takimi, tha Dom Mark Shtjefni, rektori i seminarit. Fillimisht se është një kujtesë historike dhe një identitet kishtar, meqense arkivat ruajnë lindjen, zhvillimin dhe jetën e dioqezës, si dhe përmes tyre dokumentave, secili mund të rizbuloj identitetin historik dhe shpirtëror. Po kështu edhe përmes tyre dokumentave mund të kuptojmë edhe vendimet si dhe rendin kishtar të kohës. Gjatë periudhës historike të pushtimit dhe sundimit turk-otoman, Shqipëria është përballë me sfida mjaft domethënëse për ta ruajtur identitetin e vet kulturor dhe fetar. Arkivi Apostolik ka luajtur një rol të kyç në mbështetjen e Kishës Katolike Shqiptare, duke promovuar përdorimin e gjuhës apo duke kontribuar edhe në ruajtjen e traditave. Arkivisti i Vatikanit, profesor Gianfranco Armando, foli për pasurinë e pashtershme në arkivat e Vatikanit, po ashtu dhe për lidhjet me Dioqezën Shqiptare. Sanno che Napoleone imprigionò il Papa. Il Papa è stato U përpoqja të bëjë një përzgjedhje para se të mbërrija në Shqipëri të disa dokumentave që na bën të kuptojmë pasurinë e arkivit dhe praninë e marrëdhënieve, dokumentacion që vjen nga gjithë bota, nga epoka moderne dhe epoka bashkëkohore. Ato nuk janë vetëm dokumente të historisë së Kishës Katolike, por nxjerrin në pa dhe marrëdhëniet midis papatit, Selisë së Shenjtë dhe popujve në gjithë botën. Ndodh që me pushtimin osman jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të pjesës më të madhe të Ballkanit, humbasin marrëdhëniet midis Romës dhe komuniteteve katolike. Komunitetet katolike të kurren ka persekutime të mëdha në shumë vende. Kisha zhduket dhe pastaj ndërhyn puna e propagandës fide, një fjalë që e keni dëgjuar tashmë. Kongregacioni propagandës fide që sot ka ndryshuar emër. Në të gjitha ato territore, jo vetëm të Evropës lindore, duke përfshirë pra dhe Ballkanin, por në gjithë territoret që nuk do dërgohen misionar katolik, tashmë kishte misionar jezuit, franceskan, dominikan, augustinian, por dhe preftari laik që do dërgohen në ndihmë. Shqipëria bën pjesë në territorin e këtij misioni, do të jenë mbi të gjitha franceskanët që duke ardhur nga Bosnia, nga Hercegovina, do mërrin në tokat tuaja këtu, veçanërisht në veri të Shqipërisë. Pra na u desh të bëni misione fluturuese, misione shkallësie për të bashkuar komunitetet. Kjo vazhdoi për disa shekuj. Në këtë konferencë shkencore u shfaqën shënime të shkurtra të burimeve shqiptare të pranishme në arkiv, po ashtu fol edhe për Shqipërinë dhe Selinë e Shenjtë në shekullin e 20.